Po munohemi sot me fol rreth safit, drejtimit safit, formën qysh me drejtu safin, mundësit të cilat ta lejojnë ose ta lehtësojnë me drejtu safin. Allahu Azza wa Jalla na lehtësoft, bani sabër për shkak se është shumë e rëndësi. Ka thënë Rasulullah alayhi salam, është kthy me fytyrën e tina alayhi salam ka muslimant, edhe ju ka thënë drejtoni safat, ashtu qysh drejtohen malaike të Rabbul Alamin. Edhe ju ka thënë muslimanëve, ose keni me drejtu safat e muslimanëve, ose ka me i përqa Allahu Azza wa Jall zemrat e juve, fytyrat e juve, në atë kuptimin keni me u përqa mes juve. Edhe ka kalun mes muslimanëve të i drejtu musliman në saf. Krejt, mone men mirë, pun e imamit para se me marë tekbirin fillestar, është me i drejtu safin. Por me drejtu safin është një rregullore që është ilaç i kësaj pune krejt. Nëse qëta e ke kuptu komplet safin. Ka thonë Rasulullah alayhi salam, linu, jeni të lehtë në dorën e vllaut tuaj. Nëse dikush thirr me drejtu safin, banu i lehtë, mos u baj vrazhd, mos u bë arrogant, banu i lehtë, thot drejtohet safin. Nëse qëta ke kuptu, atëherë s'ki me pas problem kur me safin. Tash po filloj me formën se qysh me drejtu safin, qysh me nis safin, ku me nis safin, shumë e rëndësi. Unë po munohna, i ku marrë fëmijën e mi, po munohna me sqaru sa ma thjesht. Njëherë Rasulullah alayhi salam u kanë të falë vetën, edhe ka ardhur njëri prej shokëve tina e është lidh në anën e majt të tij alayhi salam. Kështu, është lidh kështu. Rasulullah alayhi salam e ka marrë prej anës së majt, e ka qit në anën e djathtë. Qa kuptum prej kësaj? Kuptum që nëse imami është vetën, atëre personi i parë i cili lidhet me imamin duhet më lidh në anën e djathtë. Tash kur të vjen personi i dytë, ka ndodhë që ka ardhur personi i dytë kur u kanë të falë Muhamedi alayhi salam, u kanë të falë me një, tani ka ardhur edhe i dyti. Edhe është afru këtu, kur janë bë dy vet, Rasulullah alayhi salam i ka shty prapa, edhe ka bë saf pas veti. Për kësaj na kuptum safi nis ku me njëherë mas imamit. Imam është këtu, safi fillon mas imamit. Zbrasira prej imamit deri te safi, kjo zbrasira prej imamit deri te safi duhet me kanë aq sa bjen njeri në sejdë, edhe pak një hapësirë e vogël, jo shumë e madhe, një hapësirë e vogël. Do me thonë, aq sa bjen njeri në sejdë, edhe një hapësirë e vogël. Kjo është më e mira. Nëse ka vend për xhamia është fjala, nëse s'ka vend është tjetër mesele. Tash po munohemi me fol në pika shkurta për rregulla të tjera. Një rregull shumë e rëndësishme. Hajde përpara të këtu, te kjo vija. Shifni musliman, kjo është vija, besa për dije, që kjo vija nuk është obligim me kanë, kjo është punë e imamit. Mirë po, i kem, nuk po thamë që është bidat, kjo vija, po në qofë se thamë, e di që nuk gaboj, ama nuk po thamë, nuk është tem kjo. Tem është, vija është, muslimant i drejtojnë ju gishtat, po thamrat e tyne i drejtojnë të vija. Thamë, shko pak më përpara ti? Thamrat i bani drejtë. Po shkak se kur i keni thamra drejt, i keni shpina drejt, edhe i keni gjoksin drejt. Nuk ban më bazu të gishtat. Në qofse bazohesh të gishtat, i bjen, shif, hajde pak përpara me i bo gishtat barës, kjo ka më në vogën, shif, kjo tash i ka barazu gishtat, nëse krejt njerëzit janë njëjtë, të mëdhaj, atër s'ka problem kjo. Mi pro problemi është në saf, njani ka kamën e vogël, njani ka kamën e madhe. Por ata barazohen thamrat, jo gishtat. E qartë? Thamrat edhe shpinat i kanë krejt njëjtë, e gishtat, aq sa ka kamën, i shkojnë gishtat përpara. Kjo po besoj që është e qartë. Përmenëm që safi niset me njëherë mas imamit. Tash po supozojmë ne kemi imamin përpara, edhe na jem safi. Por me kuptu. Nëse ke kuptu këta, kjo ta lehtëson shumë, musliman, ma e men qëta. E ke kuptu që pika qëllimi është imami. Do me thanë, nga më tështë, nëse ti
don me kanë i qetë, që ti s'ki faj për safin, rre mas imamit. Mas imamit. Edhe është mirë që mu afru ata që njohin dinin, ata që në këthjallë prej menjes mas imamit, që me mujt me inimu imamit në qofë se ka nevoj. Megjithatë, edhe në safin e parë, edhe në safin e dytë, nëse don ti mos me kanë shkak për me këput safin, rre mas imamit. Qepse? Po shkak se kur je, unë e kam imamin tash këto, unë jam mas imamit. Tash, unë jam mes. Kështu. Tash, cili prej këtyne do të më afru të one? A do të me shku une të kë, apo të kë, apo këta dy do të me arë të one? Këta dy do të me arë të one, po shkak se unë jam mes. Atër këta dy afrohën të kone. Do me thonë, kur jetin mes, nuk ki nevojë me njek këta, ky do të me njek ty. Safi do të marrë për knina dhe për kninit. Ma e men, mos muna, ti muna minimu sa të monësh vlau tanë. Mi po kër e shet që kjo po ik, atëre nuk ki që i ban. Ty të intereson mesi safit, ti e në mes. Është, ti do të me këshyrë, me ka një lidh me ato që është ka mesi, për shamëll. Në qofë se kjo është këto. Atëre, kjo nuk e ka obligim me mjek muë. E ke pa rrinë do qështo rrinë? Ti mundu është me o zgjenu pak me nëzanë së në zenë. Atër e lenë. Allah na falt ne edhe të këta. Ama punë e jam atë është mu afru kam mesi safit, për shkak se imam është to. Unë e kam obligim mu afru. E kuptove? Jo me një këta knina, me një këta që është kam mesi. Kjo është shumë rëndësi. Në qovë se e kupton këta, e hjeke gjysën e barës. U letësu, për shkak se unë nuk kam me një krejt safin, unë kam me një mesin e imamit, edhe me një mu vlau tam sa të moj. Tash po ta ka një formë të thjesht, qysh me një mu vlau tanë. Për shamëll, këta e në largu pak, na shqiptarët e kemë, unë kam qenë me folë me shqiptarët, na njohëm shqiptarët, shqiptarët nuk afrohen mirë në safë, shqiptarët lanë gjithë qështu zbrasirat në dhaja, ka thonë Muhamedi a.s. Mos lani zbrasira me safit, se unë isha shejtanat të kalu me safit nëse jesin zbrasira. Ty tash si musliman po ta tregoj një mundësi se qysh do të menajti në sale. Në sale, namaz, do të menajti kështo. Duart e qetë qështo. Shif, këta e qetë këto. Fiks qështo. Kjo është forma e parë. To po ta kalzoj për me mujt me të kalzoj qysh me inimu vëllau tanë. Nuk jam të fola mi qitë duart këto, a këto. Nuk jam të folë, kjo nuk është tema e mësad. Mësëm keqkom të adikur. Unë jam të folë, ka thonë Muhamedi a.s. na urdhru na rosult me qitë të djathën për mbi të majtën. Ta shumë po të kalzoj një formë qysh më nëshme inimu vëllau tanë qofë se kjo largohet. Për shamëll, një për forma është kjo. Forma tjetër është kjo, i lidhë duart kështo. Këtë dyja i njohëm, shumë i sa neve përdorëm këta, i lidhëm duart. Ta shpo të kalzoj një formë që më nëshme minimu kur është ngosht vetit edhe vëllau tanë. Kur është safi ngosht, i qetë duart kështo. Edhe kjo është e lejume. Shif, kur i qetë duart kështo, baj vën për këta. Edhe kjo mundet më afru ma nga të meje. Kur është kalablak. Kur është shlirë gjamia, edhe kjo largu, atëre përdorë këtë formën tjetër. Edhe zgjenon pak duart me shpresë që mos pe afron këta, mos pe prej këta, pe lidh. Do më pe kështu, e shet që kjo largu, u kanë kalablak, kjo largu, i zgjenon duart pak sa me mujt me prej këta. Së dy forma, mos era, kështu ose kështu. Kur është kalablak, përdorë këtë formën, letësohet, kur është shumë vend, i mundohesh me zgjenu kaq. Kujdes, ma e men qëta. Largonë është pak. Muslimani kur të rënë saleh, rënë do të paraqesë me fotografi me lejen Allahut Azza wa Jall, rënë këtë formë. Edhe i zgjeron kamt normal, këtë normal. Sa që kjo vi me këta do të me kanë këtë drejt. Qështu? Edhe kjo tjetra do të me kanë këtë drejt. Kjo është forma normale qëndrimit në saleh. Tash edhe në qovë se vjen këtë tjetri, edhe kjo zgjenohet drejt njajt, të na prekon edhe krat, edhe kamt. Kjo është forma ma ideale që më nësh më ba. Këta nuk e ka thonë Muhamedi a.s. Muhamedi a.s. nuk ka thonë mi prej kamt. Muhamedi a.s. ka thonë mbushni zbrasirat, muslimant, shokt e Rasulit a.s. me kanë kuptu prej Muhamedit a.s. që po do të më afru, edhe ju në afru sa që ka thonë ai që transmeton hadithin, ka prek krahë jonë,
me krahun e tjetrit, edhe kamët tona me kamët e tjetrit. Kujdes. Tham, tash po ja u bini shembull. O bana Allah. Shif, kjo është kama jam. Tash kjo kama e këtina është e vogël. Nëse unë e drejtoj e preki thamër me thamër, edhe kamën me kamë, shif ka këshyr kama jam. Këshyr krejta nena. Do me thonë, në qofë se kjo fëmi musumona me bashku, thamër me thamër edhe kamën me kamë, ta se s'monësh, është e pamunshme. Po në qofë se të dytë jem ndaj, edhe kem kamën për afërsisht të barabart, atëre funksionon, po shkak se mirë është që edhe kama ka drejtim të kibles. E në qofë se kjo është i vogël, sikur në këtë rastin tjetër, shif, këtë rastin kështu, shif ka këshyr kama jam, të është këta nena, nuk kemi drejtu ma ka kibla. Do me thonë, me një fëmi vogël, në qofë se veç i afron pak, me një afrim të letë, jenë rregull, lohem, mos është që sa. Po edhe në qofë se afron, jenë rregull, nuk është që ke prish shumë punë. Mirë është më afru s'paku bile kjo pjesa këtu me prek, mes veti, mes muslimanëve, mos me lanë zbrasirë. Allah na falë. Krejt këtu janë në rregull. Tash, po mënona me tregu një diçka që shumë rëndësi. Mos u falë në saf vetën. Për shembull, safi i parë u mbush. Tash unë jo marrë dhe i ri në xhami. I ri në atë kuptimin, jo marrë në xhami tash. Kur jo marrë, jo më hinë xhami e kum pas safi plot. Ku do të më lidhune? Kuptohet mas imamet. Shumë rëndësi, as imamet. Mirë po mirë është mos më falë vetën. Sa që në qofë se ki mundësi me hi në saf, edhe nuk e hi, dije që është rrezik për sale. Unë munona, jo marrë tash, munaj në qofë se ka ven, hi në saf. Mundësisht, hi në saf, drejtojnë në saf. E qartë? Mirë po nëse kur qysh s'ka mundësi, atëre falë në përmas edhe Allah në falë, atëre sale është në rregull për shkak se ti e ke provu, edhe je ke në rregull. Megjithatë, gjithmonë ranisesh mas imamet, jo në të majt, për shkak se na kena pa raste kur gjysa e safit niset në djathtë, gjysa e safit niset në majt, edhe në mes jetë zbaz, safi do të më nisë në mes. Tash, po mënohemi me kallëzu se qysh më falë me karrik, në qofës, për shkak se kjo ta lehtëson me kuptu komplet temën. Tash po folëm se qysh mundet më falë njëri në karrik. Ma në men, por më falë në karrik janë dy raste. Rasti i parë, ky ka më falë tanë kohën ullën. Tanë kohën, ky nuk qohet asnjëherë, tanë kohën ka me najt ullën. Në qofë se ky i smuti tanë kohën rrin ullën, atëherë ullësja drejtohet mbrapa drejt me thamrat e këtina. Në mënyrë që shpinat, kuptohet, kjo është e batë se tash, në mënyrë që shpina me kanë drejt, edhe gjoksi me kanë drejt. Kjo me kusht në qofë se i smuti rrin tanë kohën ullën. Atëherë, në qofë se i smuti rrin tanë kohën ullën, kam të mramat karikës, bashkohen me thamrat e muslimanëve që janë të falë. E qartë, e sheftorën të ka? Kështu, i drejton të dyja. Në qofë se ky, i smuti rrin tanë kohën ullën. Tash, këta do të me ditë i smuti vetë. A rion e tanë kohën ullën? Nëse rri tanë kohën ullën, atëherë e drejtoj karikën në këtë formë. Mirë po, në qofë se thot i smuti, jo, une kur të lexon hoxha Koranun e qohna, veç në sejdë së në bi, atëre i thona, kjo është tjetër punë, atëre qohësh pak, atëre e drejton, e qëtë karikën ka. Edhe ti drejtohesh normal, që është drejtohesh në saf, atëre drejtohesh krejt normal, që është drejtohesh në saf, e karikën e lem për mas. Kështu që kur të është hoxha të lexu Koran, ti rrin kam kështu drejt. Kur këta binë në ruku, ti bjen në ruku. Binë në ruku bashkë. Kur këta tjerë binë në sejde, ti ullu. Ti ullesh. E qartë? Do me thonë, kështu jem drejt, ama në qofë se rrin tanë kohën karik, atëre është në rregull, mund është me drejtu karikën, ashtu që është falën fillim. Po besoj që ke e qartë edhe puna e karikës. E di që kom zgatë pak o musliman, po është shumë me rëndësi me kuptu se qysh funksionon safi. Ma në men, unë për vete kam bindje që në musliman jena përqa kështu për shkak se e kena përqa safin. Omerin radiallahu anhu, atë ditë kër e kanë ra, i ka drejtu safat.
taman i ka drejtu safat, këtu i drejtu safat ju kam shef vrasi të hyrpja. Edhe ka pra. Të më thanë, punë e muslimanve është me drejtu safin. Je i let në dorën e vllaut tanë, nuk është ka ta dënë sherrin. Kujdes, ti kur mos u zgjena kamt ma shumë se sa qysh falem, sa a ki pozitën e trupit. Nes edhe afrau ka mesi ka imami, gjithmonë ka imami. Këtu është imami, ky do të më afru. Këtu është imami mes, këta do të më afru. Jo ti të kë, këta tjerë të kë. Këj do të më afru ka imami mes. Dhe më thënë ti, regati afrau ka imami, mos u zgjena shumë, se ka njerë tu munu me zgjenu shumë, me indimu vllautan, tu munu me praktiku në sunne, e të pranë, po edhe mos janë nga tra shumë kamën me kamë, për shkak se i dhem. Ka shumë raste që ta nrydhen kamën. As këta mos e banë. Këshill, nëse ai don më largu, leje. Ti mundo më afru kamesi. Ai po don më largu, e largon kamën, leje nuk është funi botës kjo musliman. Është një sunne, e rëndësishme është që safi me kanë drejt. Nuk është baza, thashë edhe njerë, nuk ka thonë Muhamedi a.s. prekni kamën me kamë. Sahabët e kanë kuptu. Kështu. Edhe pse, mos harroni, kuptimi të sahabëve edhe veprimi i sahabëve është din për neve. Në anën tjetër, mos thënia e Muhamedit a.s. prekni kamë me kamë është rahmet për neve. Dyja, kuptuat. Puna që s'ka thonë Muhamedi a.s. është rahmet për neve. Puna që kanë vepru sahabët është din për neve. Na do të mu mënu sa të muj mu afru, sa të muj mu drejtu. Aja të safi është me kanë drejt, femrat me kanë drejt. Kjo është aja. Beja është mu bashku krat edhe kamt. Nëse muslimanët bashkunojnë, tash për krejt muslimanët, po tham, nëse s'don me bashku kamt, atëre çat pengon vëlla me prek krahen. Nëse të pengon me prek kamt, atëre cili shejtan është ka të pengon me prek krahen, me kraht vëllau tan? Cili shejtan? Ka ardhi iblisi vetë ti? Domthon, ku është argumenti yt që ti se prek krahen me mua? Që kaq po lypi? Ku është argumenti yt? Hajde për kam po të kuptoj. Ka thonë, është thonë, ke në regull, nuk po du me të bëtë të lashe. Ti që se prej krahen me muë, krahen, ku e ki, ti argumentin ta në ku e ki që se prej. Allah azhujal në letësoft, e në bëhë për muslimanve, në bëhë për atyne që e drejtojnë safin gjithmonë. E lusëm Allah azhujal në bëhë për muslimanve që ne i bashkan zemra tona, ne i bashkan ftyra tona, e lusëm Allah azhujal në bëhë për muslimanve të mirë. Mua bane Allah azhujal në pranoft këtë kohën, këtë Ramadan, për hir të Allahut azhujal në bëhë për muslimanët mirë, në bëhë për atyre që gjithmonë e dojmë hajrin për muslimanët. Krejt e fundit o muslimanën e ku marrë qikën edhe djalin për një arsye, me kazu që safi i muslimanëve edhe i muslimanëve është krejt i njëjtë, kur gja nuk ndryshan, si muslimanët, si muslimanët. Ama forma që shumë falone, kjo është qik, kjo është djal, kjo kanë veç për shembull, për shkak se te kanë fëmijët e mi, edhe për ata është leju më falë kështu, por në ryshi safi grave e din musliman që është mbrapa. Edhe për familjarët të bëjmë në herë në i vitë se qysh bëhet, qysh mënesh më falë me familjarët të tu, në saf me lejen Allahut azhujal. E lusëm Allahun azhujal me në lesu. Selam aleikum.